mund të vesh që ka marrë 1 muaj major, ka me bë pushime, fillu të shpërthyet për komente. Me thonë drejtën e keni hap gojën pak si shumë edhe ma keni prish pak qetësinë, se jam tip që i përjetoj disa gjëra pak më ndryshe si tjerë. Fillut 1000 qa shqiptarit jeti, qa patriotit ti se shkojnë e banë pushime në vend huj dhe jo në Shqipëri. Në radhë parë ku din ti se në sa vene të shkojnë dhe normal që do i përfunoj pushimet në Shqipëri. Aty mbushem me frymë, aty mbushem energji të reja, aty është fisi jem, gjaku jem, aty është kombi jem, aty është vendlindja, toka jem, historia, gjithë shka. Ti mund i hargjosh milionat i ashteti, për nuk të shion dëtë si vendi jëtë, ty a fillu të ushqimi, nuk ka të krasume, por e shpjegova shumë sakt. Në Europë është ndryshe, kema qëtësi, njerëzit shohin punë të tyre, kanë mentalitet tjetër, janë ma europian. Ne, Shqipëria është e mirë, si popull kemi tradita, kemi shumë gjanat mira, por Shqipëria është e egër, Shqipëria është bën gjungël, Shqipëria do të me lëviz, non stop do të me lëviz me të mbrez. Shqipërisë do të mju rujt parat vjen e keqa si e mirë dhe prandaj do të jesh i përshtatshëm, do të mju përshtat vendit, do të bësh i egër se ndryshe nuk bie tën dot në Shqipëri. Dhe kthehen atë komentet negative, mu nuk më interesojnë kritikat. Mu biles kritikat nga njerët i hapin syt, unë i pranoj kritikat. Unë nuk jam më ndryshe më i mirë si ju, mos e pranoj kritikat, nuk ka të bëj ajo. Por është ndryshe me bë kritikë, është ndryshe me shoh. Mund shosh me adresë falso, kjo tregon se ti je thjesht frekacak dhe kaq. Por ta bëj rreth menja, unë kam për këtë, ta bëj rreth menja në njonit me fytyrë dhe ta po shon me fytyrë, di se unë nuk jam nga ato që ato të famshëm që thonë unë nuk i shoh se më vinë shumë komente budalliqe sana. Po, unë i shoh, unë nuk i përtypit dot. Disa i përtypin të sana, unë nuk i përtypit dot. Jam shqiptar i thjesht me tradita të vjetra. Me të vërtet jetoj mbi 12 vite në Europë, por Europa mos më ka kthyr mentalitet vet. Unë jam me mentalitet vjetër, me tradita shqiptare, jam shqiptar. Ma besoni, unë nuk e përtypit dot, mu më vret. Shive, unë jam në makinë, largu nga plazhi, nga qetësia jam, sepse nuk e truni nuk ma përpunon dot. Më kapi nati dhe kjo inat mu e lanë gjithçka, e prish jetën teme, prish karrierën teme dhe derisa ta kapi atë person, për shembull komenton dikush me fytyrë, rreth menja, mund t'i rreth menja se hajt s'ka problem, jam larg, ose nuk më kap, ose ky është i famshëm, nuk është shefe, më komenton mu kesh më shan mu dhe kalon direkt te adresa jame te tjetri, shan me radhë, kështu kanë ato. Ka shumë nga këto, edhe apo harrën e njëri komenton me fytyrë të vet. Ju ja besën e Zotit. Unë atë foton e marr, e zmalloj, jo çoj gjithkujt njerëzve mi, derisa ta gjej atë person, ku jeton, kur çohet mëngjes, ku shkon punë, ku punon, kush është shefi i vet, cili numër është shtëpia, çka kati ka shtëpinë, ku pin kafen e mëngjesit, kafen e masdites, ku kthehet prej pune, derisa ta gjej, edhe ta takoj personalisht, ose dikush nga unë, edhe m'ja thonë 2 fjalë, e m'ja lani tatuazh, m'ja boj tatuazh dhuratë, se e kam shif të sa njerëzit që e meritojnë, du të m'i lanë gjithmonë me tatuazhe, dikun ku shifet, gjithmonë ku ta shikojnë pasqyrë, që m'ja vërtetu tjerëve, m'ju thonë tjerëve, legendave tjerë, që merrni shembull, ky është shembulli dhe kjo gjë ju ndodh juve, dhe ju mos e pas kurrë më fytyrë me dal jashtë. Mos e pas ty me pa grunë në sy, me pa familjen në sy, shoqërinë kanë. Do ju degenerojnë nëse ju mendoni që mundi bani këtë sene. Me ne jo, ne kena dhënë provat. Ju keni pa shumë pak gjana që vëllezit baka i kanë bën gjatë jetës. Jam që 14 vjeç rrugëve, jam rrit rrugëve. Okej, mu nuk më shtyj kush në sorrat. Nuk i përtypi gjanat si i përtypin disa. Unë shoh punën time, jam patriot. Po ma besoni, unë si që jam në ringi e egrë, jam edhe në rrugë. Dhe kjo gjë ju vret juve, si ju e dini, kjo problemi se shqiptari ka shif me kanë më fort si tjetër. Pse do të më kanë më fort si shqiptari jot? Mund është me kanë më fort si dikush tjetër, mos më shif mu si rival. Pse më shifni mu si rival? Ti më shif krenoje me mu, ose mos nëse nuk do më krenu, nuk të pëlqej si boksier, vazhdo shif tjetrin ose mos shif hiç. A kupton? Po mu më shif si rival. Unë nëse postoj diçka nuk kam të postuar me të shit me ty. Pse unë jam njëri publik, s'kam drejtën me qetësu shpirtin, me shiu jetën. Gjithçka që mund postojon, po e postoj me shit men, kurse ju jeni thjesht, ju keni drejt. Pse unë nuk jam i thjesht, unë jam njëri i thjesht. Pashë që më keni përkram, ma keni dhënë ju vetë famën, suksesin, po unë jam njëri i thjesht. Kush më ka takuar, din se sa i thjesht jam unë. Unë jam krejt si ju,
Nuk jam unë më i mirë as më i keq. Por duhet të them unë kam me njerëzit e këqij. Me njerëzit e këqij që komentojnë keq, unë me mujt një kap, me mujt me kap në njënin, se s'kam me pështu pa kap në njënin, dhe do shifni vetë, do bëj shembull, ju jap besën, dhe do shifni se çfarë u bën, dhe me të fut në dorë unë është pak problem. Jam pak problem se unë jam njëri që nuk më intereson karriera as gjë në jetë kur më kape mu, se unë për seder, për fytyrë, për familje, unë shkatroj. Të shkatroj, sepse unë jam njëri që unë grushtat e përdori në ring. Në rrugë, se juve, di çfarë ju vret, që ju e keni kuptu mentalitetin e bakajve. Ne jemi ndryshe, ne nuk jemi si sportistat tjerë, që janë vesh në ring të fort dhe në rrugë janë normal, nuk bëjnë zan. Edhe ju vëp ju veni armën, edhe ose thiken edhe i bani mi ik. Shiko, pa e minutja gjo unë e kam bez, pa e minutja gjo unë e qes thiken a budalli që e sane, se nuk shtheri kanë, unë jam burë në rrath parë, por bje fjala, unë ato sani i kam sepse i mboj se ka shumë ignoranta, edhe dalin 3-4 vetë thik, normal që du të me pasë me qaj me përgjith, se unë nuk e leje dët vetën me i vrap, nuk ka shans njët e vras vetën dëk kun tokë, unë nuk është ma vetën, ma në pashyur me vish me imaginu, se mu më del në ndër sëp të i vrap, nuk mundëm dët. Kështu që unë e kam levën gjithmonë me vete, thikën gjithmonë me vete, armën e kam vetë pas që në kam pas gjithë jetën pëlqen me lujt me ta, mi pastrue, me lujt me ta, mi unë njëri në baruz, e kam shqip. Kjo është tjetër gjan, e kanë shumë shqiptarë, e kemi si tip tradizën, por më pëlqen dhe kjo gjan ju vret juve se thoni, ngrush ti që delet 20 veta kë të marr para. Lev përdor vetë. Thik përdor vetë, armë përdor vetë, shumë meshku janë, mja njës, hikni janë shumë tjirë, s'ta falin, ta marrin gjakun, edhe këtë gjana i mendoni ju dhe kjo gjana ju vret. Po pëse më shifni ju si rival? Mos më shif si rival mu, unë jam shqiptar, unë me të vërtet jam i famshëm, jam boksier, po qa me nënti se unë nuk kam tradita, unë nuk kam kanon, nuk kam ftyrë, nuk kam seder, me nënti se më shanti mu, ku shjeti me më shanti mu? Ku shjeti me më shanti mu? Kur e lash boksin unë u gëzon shumë, kur u ktheva unë, u gëzon shumë, po u mërzitën shumë, dhe fillun thonë, marun lek tani, par ne u kthyaj. Shiko, unë jam qysh 22 vjeç jam milioner, që doni me dit jo. Dash merrni për mallësi, dash merrni për çfarë doni, si kështu e kuptoni më mirë, që 22 vjeç. Atëherë nuk kam kanë hiç sukses shumë me boks. Okej? Tash bani llogarit vet jo. Një prej tyne janë shtu veç tani me Franceskon. Dhe faleminderit për Zotit që 22 vjeç veç janë shtu. Po kjo gjë nuk më ka në shumë kur. Unë jam njëri me zemër, njëri që e du popullin, e du vendin tem, por ju urrej dhe du t'i shkatroj, mi prish nerva, shive vinë makinë tu, e la plazhin, largohem nga njerëzit e mi kretë, sepse du të shfrym dhe kështu e kam unë, mund kap frymëzimi dhe ba me mujt me gjetë në njonin, i hipi tash makinë si për pushime, shkoj e zan, ku do që ti çdo lloj shteti, me shkatru, me degeneru, mi lënë sim tjerëve dhe atina, familjes vetë gjithkush se kështu e pësën nëse shon do njerëz që nuk e përtypin dot. Kështu që mos bani gabime, jo me ne, kam fal shumë njerëz, ma beso këto kohë të fundit kam kap shumë njerëz, dhe i kam fal, ju kam dhënë kaj shanse hajt shqiptare dhe ku i kam kap janë ma përgjëru, më kanë kjate, i kam fal. Jam betu në Zot, kam thonë vëllezë mi e gjithkuje, familjes time e kretë. Jam betu në Zot, i radhës, kush dhe që të kapet, unë e kapi. Në të në mënyrat ku nuk e menojnë, kur unë i kapi. Veç dije se do e bën shembull shumë ra, nuk do falet mo asni, kush do që të jetojë hafër meje, larg meje, do e shkatroj derisa të zoni men që mos mundesh marrë ma me shate unë as të tjetër as të tjetëri. Okej? Jo shqiptarë, një ke shani bani gangsteri me tuj. Jo shqiptarën e ka invertu, shqiptarë ka vërtetu ta në jetën se e hanë plumin. Pse kruni me shqiptarën? Jo unë jam me mentalitet 8 vjetër, që kapni me mu, mos u merrni me mu, se ju kuris, ju shkatroj. S'keni asë me mbas, më janë nisni as push që me mu. Se ju që janë nisni push, janë trallat, janë burra, shojnë punë në vetë ja. Ju që janë nisni dot, që dolin 20 familje artit, ju se dini që një legenda. Drelon, nga Shkove, thjesht bani video për vëmenje dhe u zhdukës, po një gjej mos si sen nga ti.
Qa është kjo? Big Brother, thjesht me bojnë video për famë, për vëmenje dhe mu shduk. Jo më shok, i ke hi një rrugë që për zote nuk ka këthim amër, apo? Me mu, jo. Me mu ke dy opcione, dhe opcionin e dytë ta kam lanë veç se për hatën e shqiptarëve nga Kosova, që më kajnë përka gjithmonë, mos tam që cendin e fundin e kajnë pagu në është për bilet, marrë me më përkra mu, me më ngrit mu, për me më pa mirë, edhe këtë gjanë se heli dhe të poshtë i du me zamër, edhe më duket sikur me arë me të ka përveshje, se të edhin shumë mirë që unë i kam mundësit me ta banë diçka tillë, edhe më duket sikur i uli qes shumë poshtë, kupton shqiptarët e Kosovës, edhe nuk duhet bëj përqarje, dhe kjo është fakti që hatri tyne të kam lanë ty deri tani, se unë për zotin jam tip se është një fjalë që thonë hekri rrahat sa është i xet, po nuk ka problem, unë jam tip që pres, po disi këtë gjama me mu keme e kry, sepse ke dalë ke thonë i rambo interneti, edhe kjo gjama më ka vra mu shumë, se nuk e lanë, nuk ka shans pa e kry këtë punë, pa ta vërtetu ty unë që nuk jam me rambo interneti, po unë jam shqiptar i vërtet dhe luftar i vërtet. Këtë gjama të ta vërtetoj, ta kam pranu për në ring, me ta bon si burrat, për ndryshën që se ti s'ke me pranu në ring, ta ja besën që unë kam me dalë për balë, dhe dy fjallë dhe i thamë balë për balë. Kështu që pres, edhe kjo nuk është Big Brother këto, është realitet.